Mire, mi rikthyer, do të flasim për atë çfarë po ndodh në Davos dhe kur them jo konkretisht mbledhjen dhe arsyet për të cilat mbahet, por për një kthim përgjigje që Macron i bëri Donald Trump pasi ky i fundit tha që nuk kemi nevojë që Macron të jetë pjesë e bordit të paqes pas refuzimit që Macron i bëri këtij bordi. Trump po ashtu kërcënoi, paralajmëroi, quajmë se doni ju, pjesën e që Macron nuk do të jetë për shumë gjatë aty ku është. Disa kanë thënë që është kërcënim, disa paralajmërim dhe disa një tërheqje vëmendje që Macron të bëhet pjesë e këtij bordi. Po është detyruar Macron të jetë pjesë e këtij bordi. Kam në një lidhje direkte Gent Zburimin nga Franca. Mariana Doda është me mua në studio. Faleminderit shumë dhe Keda Kosteci nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit Keda, të përshëndes. Gent, ti do më lejosh që përpara se ta nis me ty këtë bisedë, Keda përveç se është një zonjë dhe meriton të flasë para dhe përveç se është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e meriton 2 fish për shkak të orës në të cilën na ka respektuar për të qenë pjesë e programit. Keda, çfarë ka Trump me Macron? Po, në fakt, nuk është se zoti Trump ka diçka me zotin Macron, por zoti Trump ka reputacionin që kur diçka nuk shkon ashtu siç do ai, reagon dhe në këtë rast është një reagim i kuptueshëm duke pas parasysh personalitetin e zotit Trump dhe duke pasur parasysh se si po reagojnë udhëheqësit evropian ndaj këmbguljes së zotit Trump që Grenlanda duhet jetë e Shteteve të Bashkuara. Natyrisht Shtetet e Bashkuara dhe Franca janë 2 ndër fuqitë më të mëdha të botës dhe për zotin Trump do ishte e preferueshme që Franca dhe vendet tjera evropiane të pranonin atë që kërkon ai, qoftë për Grenlandën, qoftë për çështje të tjera, gjë që zoti Macron nuk po e bën dhe vendet e tjera evropiane po i rezistojnë. Kështu që duke pasur parasysh kundërshtimet e zotit Macron ndaj zotit Trump, duke pasur parasysh fjalimin që ati dje duke thënë se Amerika po i kthehet në këtë rast imperializmit dhe ne nuk do t'i nënshtrohemi, reagimi i zotit Trump është i parashikueshëm, si thuash, ndaj zotit Macron. A ishte i ashpër, a është komentuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për lajmërimi për Macron që nuk do jetë shumë shpejt nuk do jetë aty ku është tani? Po ta shiktojshim përgjigjen ndaj pyetjeve që u bën zoti Trump në konferencën e shtypit dhe nuk është e qartë nëse ky ishte një kërcënim apo një keq llogaritje e kohës së kur i mbaron mandati zotit Macron. Zoti Macron natyrisht nuk mund të hiqet nga detyra përveç se nga vendi i tij. Kështu që si thua nuk është e qartë se pse e tha një gjë të tillë zoti Trump. Por të gjitha ato që ai tha ndaj zotit Macron, duke përfshirë edhe faktin që ai nxori publikoi në media sociale tekstet që ishin private mes tij dhe zotit Macron, tregojnë se ka një atarim në këtë mes dhe në qendër të saj janë shqetësimet edhe në Shtetet e Bashkuara për pyerjen e rendit botror, për një ndryshim transformues që do ta bënte relievin global shumë ndryshe, po të kemi parasysh se Shtetet e Bashkuara po paraqesin tani Evropën si kërcënim, ndërkohë që Evropa po përpiqet të tregojë primet e saj që mund të ndërmarrë hapa të pavarur dhe po të rriqë vëmendjen që do të forcojë veten e saj që të mos varet më nga Shtetet e Bashkuara. Gent, a ishte i ashpër Macron nga Davosi ditën e djeshme, pavarësisht se me syze gojen e kishte helm? Me syze se të kishte shpejtje të problemin në sy. Shiko, është... Uroj mos ta këtë goditur e shoqja. Nuk e besoj jo. Nuk e besoj. Shiko, është një fjalim që ka patur miliona klikime. Një fjalim ose kudëpërgjigje. Ka patur aty ku i shtypi në shtypin anglo-sakson, në SBA dhe në Britaninë të Madhe me një hotë jashtëzakonshme. Sepse ishte një përgjigje ferm, thuhet në frëngjisht, pra me vendosmëri, po pa rënë në pozitat e agresivitetit. Kjo habiti. Pra, Macroni luajti bëri një remake, po përdori një shprehje në anglisht tani, të Shirakut dhe të Bill Pennit në 2003 ndaj Bushit.
Kjo është imazhi që u dha nëpër media. Kjo të bëri Macron. Në 2003, kur George Bush Junior i shpalli luftë i Irakut në mbi bazën e atij flakonit me plur falso, vetëm Franca nga gjithë anatet perëndimor i doli kundra. Dhe një fjalim i jashtëzakonshëm, që s'do harrohet kurrë në OKB, të asaj kohe ministri i jashtëm Villepin, që tha që Franca ka parime, rendi në kontrakt ka parime, këtë bëri Macroni dje. Do me thënë i qetë, erdhi një moment që kupa u mbush, po posojmë shumë poshtërime. Tani në momenti ti mbron interesat e tua si është normale, si amerikan, dhe unë do mbroj interesat e mia të Francës dhe Evropës. Përsa i përket tani faktit që e kërcënoi Trump, nuk e kërcënoi, thjesht Trump, plus që duhet kuptuar që Trump reagoi në një moment kur po në avion, një gazetar i thotë që shiko, e mori vesh ata Macroni që do marrë pjesë në Këshillin e Paqes, a bon, kështu thajnë, vetë? Shisa, pas dhe shumë gjatë. Dhimi që në Francë mbahen 10 presidenciale. Po mirë, gazetari mund të pyesë çfarë të dojë, përgjigjen e ka në dorë vetë se si e jep pastaj Trump. Kështu që edhe këto idete ja bën pyetjen shpejt e shpejt kur po futej te avioni e kur ishte për të lëvizur etj me radhë, janë pak, domethënë, okay, nuk do ta thoshte këtë gjë nëse do pyetej për Melonin, jam e bindur për këtë. Kështu që jo, do të them që sepse e komentove gjatë ti nga Tirana, që ishte kërcënimi se ka gjatë, jo gabosh. Nga që s'pati kohë nuk e sjelloi, po fakti është që se ka gjatë sepse në mënyrë kushtetuese i mbaron mandati, po e sa i mbaron mandati, po i mbaron mandati shumë vonë. Biles mund ta ketë gjatë vetë Trump përpara Macronit. Do japim fjalën edhe kolegës nga SBA, ke dy debate të SBA, e para vetë Trump me republikanët para 2 javësh, thash shikoj ta po fituam në midterms. Jam i sigurt që do ketë një impeachment për mua, vetë Trump thotë. Ja, më rri pak këtu. Edhe dyta që thuhet se ke shumë tani zënë SBA, që thonë që televizet, që të vihet televizje në 25 i kështu të amerikane, është Trump në rregull mëndërisht. Wow. Po mirë, Bideni binte nga karrikja dhe nuk e avash tani. Trumpi është top, mos i çaj hallin. Genc, më pëlqeu shumë Macron, Genc, më pëlqeu shumë Macroni kur tha, jo. Trumpi është top. Cikon e Hoxhës. Tani, dëgjoj. Më pëlqeu shumë Macroni. Ke ditë perëndimor në sallë. Ke një në Francë Amerikë dhe një më të shqiptaren. Trumpi është top. Dhe një shqiptare jam ti që je bërë francez nuk si ne. Tani, më pëlqeu shumë Macron vetëm në një nga gjitha i fjalimis, e ndoshta me vëmendje, realisht ishte një fjalim i mirë. Domethënë për herë të parë vura re një europian që tregonte pak forcë. Edhe më pëlqeu shumë pjesa kur tha nuk do jetojmë gjithë jetën me ligjin e më të fortit. Edhe këtu ishte më i vërtet se kur kam përshtypjen se të gjithë kur vjen më i po e qartë. Qëndro këtu. Dua të pyes pak Marianën. Mariana, apo na gënjen Amerika apo na gënjen Europa për Grenlandën? Pra, kujt i intereson më shumë dhe pse? Për të nisur në vijim të paraforcëve, do doja të thoja vetëm një fjali, në rast se unë do ta përkufizoja le të themi këtë përplasje ndërmjet Trump dhe Macron, do të thoja që është një përplasje interesash dhe vizionesh. Ne kemi parë gjithashtu një Macron që kur ka ardhur në fillim të presidencës së tij, që ka vizione për Europën edhe NATO-n, po gjithashtu edhe nga pala e Trump, nga pala amerikane. Sa i përket pyetjes tuaj direkte në rast se po na gënjen SBA-t apo Europa, unë mendoj që edhe nëpërmjet kësaj përplasje mendoj që Trump po e përdor pak Macron për të përcjellë disa mesazhe edhe Europës, edhe liderëve të tjerë, të cilët në fakt ndoshta nuk do të kishte këtë qasjet e drejt për drejt, për shembull me Merz, apo me Melonin sikundër e theksuat dhe ju. Kështu që Trump duke ditur që në fakt Macron e pëlqen këtë lloj leadershipi dhe ka këto ambicet e tij për të qenë një lider vizionar i Europës, mendoj që e ka edhe këtë lloj përplasje drejt për drejt me të për të dërguar, pra për të përquar për mesazhet e tij që dëshiron vetë Trumpi. Sa i përket Grenlandës, pa diskutim që
mund të them që Grenlanda dhe Arktiku janë një katalizator ose le të themi një përplasje ose rivalitet geopolitik i shekullit të 21. Faktikisht ne kemi dëgjuar nëpërmjet diskursit të Trumpit vitin e kaluar që ka folur gjithashtu për Kanadan dhe Grenlandën, por duke qenë se ne nuk e pam të shpërfaqur këtë ide dhe këtë vizion të Trump në le të themi platformën e tij të sigurisë, pra që lançoi vitin në fillim të dhjetorit të kaluar, e pam nuk e morëm kaq shumë seriozisht interesin dhe vizionin e tij për Grenlandën. Megjithatë, besoj që Europa dhe SBA do duhet të ulshin të dy të barabartë në tavolinë, që të mos jenë sikundër u tha dhe dje në mos gaboj nga presidenti kanadez, nga kryeministri kanadez, i cili tha që në fakt ne jemi pjesë e tavolinës, nuk jemi pjesë e tavolinës, por duket që jemi pjesë e menus. Në mënyrë që kjo gjë të mos ndodhë, po janë, kanë qenë gjithmonë në Kanadaja, po. Në mënyrë që kjo të mos ndodhë, besoj që do duhet të kishte edhe një më shumë mundësi për të ulur dhe për të biseduar diplomatikisht se sa për të kaluar dhe për të Është Davosi një fushë betejë? Jo, Davosi nuk është një fushë betejë, unë do të quaja, le themi, një shpërfaqje, ose më mirë një lexim, një pasqyrim të, le themi, një bote të rindit të rritë të vjetër, apo do të kemi një shpërbërje pra i edhe ti Mariana pjesë e këtij grupit që po presin rendin e ri global? Shikoni, e sigurt që nuk kemi më në rendin e vjetër. Ajo çfarë ne po jetojmë dhe po dëshmojmë në këtë moment, kemi një tranzicion geopolitik. Dhe në këtë tranzicion geopolitik mund të presim gjithçka, se kemi një katarsis geopolitik gjithashtu që po ndodh, ndaj kemi edhe të gjitha këto të panjohura përballë nesh, qoftë me vizionin e Trump, qoftë me këto mesazhet e tij, por sigurisht edhe me këtë përballje europiane. Shumë e rëndësishme, nga fjalimi kaq i rëndësishëm, po ashtu do ta quaja unë të Macron ditën e dieshme, ai theksoi dy pika të rëndësishme që sigurisht le të themi kritikojnë në farë mënyrë të gjitha tendencat globaliste të fuqive të mëdha, të cilët mundet dhe kërkojnë që të shkelin ndoshta atë që ne kemi parë për gjatë këtyre 8 dekadave, pra rendin global. Dhe e dyta, pa diskutim, ai kërkoi një fuqizim të Europës edhe një bashkëpunim të gjitha vendeve anëtare të Europës. Se me këtë do e fuqizoj, do e flasim në vim të pjesën e fuqizimit të Europës, se kam përshtypjen janë të rreshur pak Gjermania e para që sa do çoj trupa, i mori trupat mbrapsht nga Grenlanda, pastaj edhe jo në vim këtë, se dua t'i bëj një pyetje tjetër Kedës për mos ta mbajtur më gjatë. Keda, ftesë edhe për Kosovën, Pash Ramën që kishte reaguar për zonjën e parë të Kosovës. Në këtë bord marrin pjesë të gjithë përveç kujt? Po tash duket siç u përmend aty që Franca ka ndërmend ta refuzojë një gjë të tillë, pjesëmarrjen në këtë bord të paqes. Dhe do të thonë jo të gjithë kanë kthyer përgjigje, jo gjithë udhëheqësit botëror kanë kthyer përgjigje. Kështu që Meloni nuk ka kthyer përgjigje, po thoni? Jo, ka kthyer, po jo. Meloni si Franca, vendet me logjik, vendet perëndimore nuk duan, nuk është kundra Gazës, është kundra OKB-s. Nuk duam ne që Trumpi të zëvendësoj OKB-n, kjo është. Evropa do OKB-n. Trumpi nuk e do OKB-n. Pra Meloni jo, Norvegjia jo. Nuk duan një trup që ta zëvendësojë, ndërkohë që Zoti Trump e ka kritikuar vazhdimisht OKB-n dhe e ka bërë të qartë se do një trup, diçka më efektive, mirë po nga ana tjetër mënyra se si e ka konfiguruar dhe se si e ka paraqitur propozimin për një bord të tillë, ka ngjallur shqetësime se duket më shumë si një korporat, se sa një organizatë. Në Francë quhen Disneyland, këtë është mbreti Luani, është i përjetshëm Trumpi, të qeshim neve në perëndim. Tu apo një OKB, ku Trumpi është i përjetshëm, ku ka veten e ka Trumpi, tu apo jo është Disneyland, në Paris e quhen Disneyland i Trumpit. Asnjë do të shkoj. Asnjë. Se s'ka kuptim, po i shoh Shqipëria, Uzbekistani. Asgjë nuk mund të them sepse ka pasur nga ato vende që janë përgjigjur po ka përshtypjen se nga nxitimi për të përgjigjur më një herë nuk pritë një herë që të shikohej se kush do shkonte dhe çka kushte kishte. Cilat vende do ishin në këtë organizëm, edhe në fakt çfarë do thotë pjesëmarrja në këtë organizëm. Kështu që, dhe me thënë, ajo ftesë që u paraqit nga disa vende, sidomos, si ta them, nga vendet më
më me pak peshtë, në botën botërore, në arenën botërore, u paraqit si diçka madhështore, pastaj u pa që ishte diçka më ndryshe, sepse, si që tha edhe Zoti Burimi, vende madhore, si për shembull Franca dhe Italia, nuk po shprehin në një dëshirë që të marrin pjesë aty, plus ka dhe goxha paqartësira që si do funksionojë një bord i tillë. Çfarë ndodh pasi ikën Zoti Trump? Çfarë do të thotë për vendet pjesëmarrja në këtë bord? Kështu që ka goxha paqartësira, ka goxha shqetësime, po Keda, nuk je detyruar në asnjë moment të pajtohesh me gjërat që thot Genci. Se ka tendencën të të bindi. Se mu duk sikur po rëshkisje dhe ti të kjo tendenca që ka Genci për të thënë që bordi do bëhet me vëndet të dorës së tretë. Mos ti merak, nuk ka rëshkisje. Të lutem, mos e lejo. Jo. Unë jam gazetar, nuk analist, është faktuale. Sot nuk e asnjë Genc, ti ke tendencën ta zvoglosh rëndësinë e bordit të paqes, duke thënë kush do shkojë Kosova me Shqipërinë. Po, Kosova me Shqipërinë do shkojnë. Makroni s'donte dhe mori një dush të ftohtë dhe pranoje. Ndryshe nga Mariana që bëri një analizë përgjithshme, tu gazetarët Perëndim, themi ky rëndi botror është shkelje e vlerave. Delzor Starmri është shkelje e vlerash, Mariana. Do të të bindi ti tani. Shqiptarët të dëgjojnë. Kjo botë, ai Wilsoni 1918, presidenti Wilson, që mbrojti vlerat, mbrojti të drejtën e popujve për vetë vendosje, e drejta shqiptarëve që mos të shiteshin tek Italia, si që shiti Anglia me Francën. Ky Trump sot pikërisht të drejtë mohon sot. Kjo është rendiri botror, është shkelje e të drejtave të Groenlandës. Ja ta gjej dhe Kedën dhe pastaj Marianën. Ja, një moment, për këtë tezën që hapet ti. Po nuk do ta arrish ta kesh suksesin. Genc, ti je shumë pasionant dhe shumë okay dhe mua më pëlqen shumë biseda dhe debati me ty, edhe e shijoj bisedën. Po mos prit që unë të hyj në debat me mënte mia dhe të dal me tuat se besoj e ke kuptuar këtë gjë, po besoj dhe me të ftuarat. Po, Keda, do e thojë diçka? Po, desha ta shtjelloj pak më tutje faktin që kjo ftesë vjen përsëri nga presidenti i vendit më të fuqishëm të botës, kështu që nuk mund të pajsosh ato vende që konsiderojnë seriozisht kur Shtetet e Bashkuara në një mënyrë apo një tjetër do të pra po Genci thotë që vetëm shtetet e vogla janë emocionuar kaq shumë nga ftesa. Kjo është tendenca e bisedës që ai ka, kupton? Tani po tani ne shikojmë faktet, nuk është për të rënë dakord me Im thoni një emër e vlerë. Ose me dikë tjetër, po sot di më shumë. Është ftuar Rusia dhe do apritet të ketë një përgjigje pozitive për këtë ftesë, Keda? Se dëgjova për Putinin. Po, mendohet se edhe Putini ka marrë ftesë, po nuk di të them për këtë, se me që po raportojnë nga Shtetet e Bashkuara, nuk po flas për Putinin. E pa tregimin e Zelenskit, se shtuar Zelenski. Tha se kuptoj, tha, si do kryej Trump, tha një bord, tha, unë tha me Putinin, tha. Në KBNR. Kuptoni çmendurin apo jo? Edhe aq më e bukur bëhet historia kur bordi quhet bordi paqes. Duhet them diçka. Nuk ka rëndësinë se çfarë mendojmë ne për bordin ose për zotin Trump apo jo, mendojmë politikanë e botë, jo neve, ne thjesht. Një moment, Genc, mos ndrysh gjithkohë se jeni të dy në lidhje direkte, të lutem se nuk mendojnë neve, mendojnë të mëdhenj për neve. Të mëdhenj nuk mendojnë sot Trumpi as nuk e di çfarë ka ndodhur nuk di çfarë ka ndodhur 2 vitet e fundit që ti gjithmonë mendon si Macron se dikur ke pasur edhe atë qëndrimin tënd personal. Mendoj si De Gaulle. Si De Gaulle. Mariana, po thoj diçka për këtë që tha. Se pari hapet temën e dytë, ja bëni çik Marianës, hapet temën e dytë që Macroni kërkon tani. Jo, Macroni, 2 kalimet e Sorbonës. Jo, faktuale, që Evropa do të armatoset ta vite. Të lutem, Genc. Çdo president francez që nga De Gaulle, tani për shqiptarët, çdo president francez, kalimin e parë ja bën Evropës, mos keni besim ka Amerika. Kërkojmë mbrojtjen tonë. Lutem, se nuk kemi minuta pafundësisht, po Mariana. Jo, për këtë do kundërshtoja pak se ky nuk ka qenë gjithmonë qëndrimi i Francës, po ky qëndrimi i Francës është bërë i tillë. Jo, është bërë i tillë natyrisht më shumë nga qëndrimet e. Po lëre ta përfundojmë ore Genci, lëre ta përfundojmë. Okej, ta gjej pak Marianën në studio, ju lutem. Po. Mariana.
Mere fjallën, Mariana, se Genci nuk të lë, po. Dy tema faktikisht, por do doja, sa i përket kësaj situatës sovraniste, themi që po shfërfaqet edhe në Amerikë, por sigurisht që ka edhe një dëshirë po ashtu dhe nga Macron dhe nga leadershipi europian për ta përforcuar këtë lloj autonomie europiane. Unë të them të drejtën personalisht më pëlqen kjo situatë për vetë faktin që ne nuk duhet të jemi të ndërvarur nga asnjë fuqi tjetër, pavarësisht faktit që kemi aleanca dhe kemi këtë Je dakord me Macronin për ligjin e të fortit? Jam shumë dakord me Macronin për vetë faktin që ne nuk duhet të shkojmë drejt një bote ku prevalon forca dhe fuqia, por duhet ku prevalon e drejta dhe kam përshtypjen që është ajo për të cilët ka, le themi, ndërtuar më së miri për gjatë 8 dekadave vetë SBA dhe e gjithë bloku perëndimor. Ndaj, le të themi që një me kote më përmënda pak më parë që është ky tranzicion në këtë moment nga zhbërja rendit të vjetër drejt atij të riut për cilët ne nuk e dim se kur mund ta kemi me të vërtet të mirë fokusuar për ta parë dhe për ta ndier që tashmë është e gjitha e organizuar. Ky është një moment shumë delikat për të cilët ne do të shikojmë shumë çka. Sa i përket bordit të paqes, faktikisht Pritet një moment, ta përcjell Kedën edhe vijojmë bisedën vetëm bashkë. Keda, të falenderoj shumë për ndërhyrjen sot. Edhe të përshëndes. Ju falenderit ju dhe Faleminderit shumë. Po, faleminderit. Genci, jo qëndro dhe pak sot bëj një pyetje të fundit për Francën. Sa i përket bordit të paqes, është një shumë e rëndësishme dhe unë e kam kuptuar në fillim në kryet e herës sikur ky do ishte një bord i paqes në një farë mënyrë për të riorganizuar situatën e pas luftës në Gaza, por edhe në Ukrainë. Tani po shikojmë me këto ftesa që janë drejtuar 100 liderëve të shteteve të ndryshme në botë, por sigurisht duke marrë parasysh ftesën më të rëndësishme që është dërguar Rusisë në këtë pikë të situatës ku ne për pas një muaj shënohet edhe 4 vjetori i konfliktit, ose le themi i sulmit të Rusisë në Ukrainë, më duket pak le themi skeptike se çfarë forme do të marrë ky bord i paqes. Ky është një bord i paqes që ka në fokus me të vërtet trajtimin dhe administrimin në një farë mënyrë për ta rindërtuar këto vendet pas luftës, apo kemi të bëjmë me një organizat që është e ngjashme me atë që ne kemi parë deri tani, siç është Kombet e Bashkuara. Edhe për ta paralizuar, le themi, me Kombet e Bashkuara, përsëri kjo nuk më rri për vetë faktin se ka një strukturë të mirëfillt Kombet e Bashkuara që ka në fokus shtetet dhe nuk ka në fokus individet. Sa i përket bordit të paqes që kemi parë deri tani, faktikisht kemi parë dhëndrin e presidentit Trump, kemi parë ish kryeministrin Tony Blair të Britanisë, kemi parë sigurisht të deleguar të posaçëm. Tony Blair kishte snobuar pak si mbledhje këtë, nuk donte të ishte antar. Por këtë në ta shikojmë se është, le themi, më duket se është më shumë në planifikimin e ideve se sa është e mirë organizuar në tërësi e gjithë ky bord. Ndaj kemi gjithashtu këtë stepjen e Francës me të drejtë, sepse thotë unë nuk mund të ulem në këtë moment për të folur për paqen apo për rindërtimin të disa vendeve, ndërkohë që kemi ende një konflikt në luftë. Sikundër jam dakord. Mariana, nuk është arsye e Francës. Nuk është arsye pse refuzoi Franca. Jo, nuk është arsye fare. Franca refuzoi sepse qeshi me atë që dha Trumpi si përbërje. Pra, presidenti i përjetshëm, Donald Trump. Po. Kush e zgjedh Trumpin? Ti japësh $1 miliard euro dollar që shkën Trumpit? Jo, Franca u habit, është një çmenduri. Po s'ka fare lidhje me gazën. Fare me gazën, fare me gazën. Ajo nuk është për gazën, është edhe një herë një okupabis edhe sot gjithë mediat në Francë, tani po flas se ka përballë, do Junaki se nga Davosi, tani ta qeshin, ku ky bëri namin në OKB, ju kujtohet, Trumpi që si punoi shkalla në OKB, e tha, keni për ta parë, sot si punoi avioni. E pak që ndodhin me zisa, nuk i punoi avioni, i shëndez ajo edhe... Po këto ndoshta nuk janë simbolike. Duat të them. Jo, mos ta bësh ashtu theme në emision. Ndezi avioni, Genc, po flasim për luftë. Ajo që në rastin më lejon që ta vijoj, ajo që unë doja të thoja... Ky po të fletë për Mariana Imel. Po. Ky po të fletë për ndron OKB-n për një shkallë që si punojnë shtator? Po bëjmë. Ky sa do të shikoni. Ajo që është rëndësishme është se OKB-ja ka humbur funksionin e saj, le të themi, OKB-ja për mua... Mariana, OKB-ja i minet gjithë bashkë. Qartë. Po, që ka humbur funksionin këtu ka të drejtë Mariana në këtë pikë. Që i vendosën në San Francisco në 45-ën, basi i vënë fundin. Kemi të bëjmë një sistem të vjetër post luftës së dytë botërore dhe post luftës së ftohtë, për të cilët ka nevojë një lloj rindërtimi dhe në riformatimi dhe për këtë jemi në këtë situatë. Jo me Trumpin bet.
E ti vesh Trumpit atë kështu, kështu, Trumpi, dhe thot unë jam, jam mu, thot. Kjo është për agentin. Gjithsesi Trumpi përveson një nga shtetet e, domethënë, fuqive më të mëdha në botë, kështu që domosdoshmë ne kemi sy. Vdes për Marianën që ruan seriozitetin pas gjithë asaj që ti merr një inça, merr atë dhe vën kohë. Po, Mariana, do të ripër apo tani. Shpresoj që mos ka qenë tavull ajo që vure. Edhe okej, lajmi mirë. Nëse Milion që ta vijoj, unë do doja që të shtoja faktin që sigurisht kjo stepje dhe kjo tërheqje qoftë e Francës, Italisë së fundmi, por edhe Britanisë së Madhe dhe kemi të bëjmë një aleat të vjetër, madje unë do e quaj një kopshti pasë i politikës jashtme amerikane, si që ka qenë deri tani Britania e Madhe, dhe fakti që kemi një tërheqje, le të themi përpara kësaj propozimi nga Trump, do tregon që jemi një situatë me të vërtet komplekse sa i përket këtyre zhvillimeve gjeopolitike, sidomos në raport të Europës dhe SBA-s. Mariana, do ishte një ministër jashtme vetëm një moment, Genc. Piopali të jap dorëheqjen, dua Marianën ministër të jashtme. Je fantastike. Ti e ke vënë që unë kam filluar të ftoj vetëm me zonja, se ti po të kishte burra nuk mbash. Po jo, është fantastike. Ka shanse sepse tani që po zgjidh balluku me Piopalin, Mariana. Okej, tani pyetja ime e fundit, ke kohë Genc, vetëm 1 minutë të përgjigjesh se duhet kaloj në tema të tjera. Pse në Shqipëri ftohet Rama dhe jo Begaj dhe pse në Kosovë ftohet Vjosa Osmani dhe jo Kurti? Pra pse në një vend kryeministri, në një vend presidenti? Sepse nga ana, e keni parë, Osmani nga ana institucionale kosovare është shumë aktive politikë jashtme se ç'është Begaj. Okej, jo pra, ku e ka fuqinë Osmani përballë Kurtit? Të dua unë tani, nëse do troç kjo është pyetja. Duket që e përfaqëson Osmani, kurse në Shqipëri është kryeminist, në Shqipëri presidenti s'ka pikë vlere, është thjesht që emëron një ambasador dhe kaq. Kjo është arsye. Okej. Nëse ne them që Shqipëria duhet të kishte bërë dhe i bëj një thirrje edhe një herë, 10 herë, politikanët shqiptar, ndroni kushtetutën, meqense në Shqipëri kryeministri është president, bëni me 2 mandate. Qartë. Okej. As me Berishën, as me Ramën, as gjë. Faleminderit Genc, të përshëndes, është gjithmonë kënaqësi ra dhe kamera tani në fund. Gencit po, mirë, faleminderit, shumë faleminderit. Mariana, për kohën edhe për seriozitetin që ruajte në një debat të ashpër me Gencin.